Kryeplak, të falenderojmë që jemi ne sot me hallet e problemet, ti një më mirë. Edhe juve. Dhe do doja në fakt ta nisja nga ju, por e nisa në mënyrë spontane. Edhe juve urojmë suksese. Faleminderit. Ne kemi bërë disa protesta për rrugën. Tash ne dim, ne jemi vendi si fshat, jemi vendi më i largët i Kuçovës dhe më i vështirë. Tash ne nuk vërizim se ai na bën fushë neve. Se ne relievi është i vështirë, ne vojmë shumë këtu. Duke nxjerrë ullinë në krah tek rruga kryesore, dhe votja më e madhe është kur ne çojmë poshtë. Se këto nuk të kërkojmë gjëna bashkirën, na bëjnë shesh fshati, sa është kodrinor, është i vështirë. Dhe ne vetë dim te ta punëtorët din sa vojnë. Po edhe Bistrovica larg është nga ura vajgurore, ama i kishin asfalt. Nuk e di, mi këtë votje ne po e vojmë ne këta që ta nxjerrim ullinë në krah, nga toka, ta nxjerrim rrugë kryesore. Po ne vojmë shumë kur çojmë poshtë pastaj. Sa atë kemi. Dhe këtu janë mbi 200 rrënjë ullinë, 200.000 rrënjë ullinë që ka vënë fshati. Fantastike. Dhe janë njerëzit më punëtor dhe njerëzit më të urtë kanë qenë ne korrim misin e tapis perondis. Në vinim kem. Aq punëtor jemi. Dhe pse të nënversojmë kaq? Na ajo mitë zero prote, prapë zero jon nuk ka shkuar atje ku duhet. Po si u lan 34 vite në këtë gjendje? Ti je këtu në këtë fshat? Unë s'kam luajtur, nuk kam lëvizur. Me i mytin se edhe unë kam titikëm. Pa jasë me shpresë do bëhet rruga si vjet, do bëhet rruga në mot, na ajo ngelëm këtu. Keni jetuar me shpresë. Kemi jetuar me shpresë. Dhe jemi gënjur për viti, kemi po tash shpresat tona më duket se po marrojmë. Se tek subeti këto vite un frikam. Po 2 kilometra. Tash do po tremem që rruga nuk do bëhet më. Po sa rrugë është? Është 2 kilometra rrugë. Po dhe ne ajo jemi gënjur. Ne që kemi ne. Tu janë 30 familje, 30 familje i kanë bërë shpitala. Ka vënë shpina 50 milionë, 100 milion. Ne që kemi ngelu tu. Ne keni bërë vila. Po të tërë, ja shikoj shtëpitë të. To janë këtu. Të shtëpi të mira. Me mytë se rruga tona bëhet. Ne na ajo ngelëm këtu. Një pjesë i luan më shumë ikën. E mlon shpejt. A jeni drejtuar në një kryeministrit? Sa i thot mu drejtoni mua përmes linjës bashkëqeverisjes për ta na shkaluar burokracitë. Ata se kemi zënë si mashkallë këtu. Keni prisi shkallët? Prisi shkallë grafike, si ma Po te prefekti minimalisht, ja keni shtruar si çështje. Te prefekti kemi shkuar. Keni shkuar. Por e çfarë ju thon nga njerëz? Do bëhet. Po do bëhen, a ka një datë? Do bëhet. Pa datë. Vetëm me këtë. Pa plane. Pa projekte. Jemi atë projekt, as projekt s'është bërë për rrugën tonë. Ju s'keni parë projekt me sy? Jo, projekt jo. Se tabel jo, se do ta kishim parë. Edhe kush kalon atë parë e ka fajin e parë la pa projekt. Vjen ky prap në la pa projekt, do vi tjetër për shkakun mas 2 vjetësh do ndonjë do vi tjetër kur ata bashkia, do thonë edhe që s'ka projekt rrugë vela kush, nuk ka parë parë. Dhe kjo na la deri këtu ne vetë. E kuptoj. Ju vetë jeni drejtuar në një fondi shqiptar zhvillimit? Jo. Sepse fondi shqiptar është institucion adapt për rrugë rurale. Tash fondi dhe kanë investuar në shumë vende. Fondi zhvillim shqiptar e bie lekun në bashki. Bashkia pastaj duhet ta menaxhojmë. Na i bën neve që jemi vendi më vështirë. Mos bëjnë lista në poshtë. Po bëjnë lista jona na la neve. Le të bëjnë lista, shumë mirë. Po bëjnë to kryesorët. Jo, Kuçova ishte komplet asfalt, kishin edhe asfaltëri diku te afër bankave. Ai mos ecën me ata që punojnë Kuçova dhe unë edhe lartë të fshatat mos i nga. Bëjnë tonë, po të le të bëhet Kuçova. Po të bëjnë na bëjnë ne që fshatat më të vështira. Sa litra vaj prodhon ky fshat? Por ta kuptuar ata në Tiranë se me kë kemi të bëjmë. Nuk bëhet sa vaj, kush e di. Vetëm Velagosti marr për vaj.